Atëherë ftohen të bandijurit që të deklaruan se a kanë kuptuar akuzën dhe veprat penale që ju vjen në barë. Sada pitamo okrivljene da li su razumeli optužnicu i krivična djela sa kojima se tereti. I bandijur Slavko, a ti kuptuar Okrivljeni Slavko, da si razumeo optužnicu? Da za mikrofone. Uvaženi sudija, razumel sam. Ndërmjet gjyqtare e kam kuptuar atë akuzën. I bandijur Slavko se me deklaron se ka kuptuar atë akuzën. I bandijur Urosh Vukashinović, a ti kuptuar atë akuzën dhe veprën penale, veprat penale që ju vjen në barë. Da li si razumeo optužnicu i krivična djela sa kojima se teretiš? Da, razumem. I bandijuri Urosh Vukashinović deklaron se ka kuptuar atë akuzën. Atëherë gjykata fillimisht i njofton të pandijurit për favoret dhe pasojat e pranimit të pajisisë. Znači, i ovaj drugi okrivljeni je rekao da je razumeo optužnicu i sad sud obaveštava okrivljene za beneficijama i posljedicama priznavanja krivice. Duke i njoftuar të pandijurit se nëse pranin pajisinë, kjo gjykatë nuk shqyrton prova tjera në këtë çështje penale. Ako priznate krivicu, sud neće razmotriti druge dokaze u ovom predmetu. Se nëse pranoni pajisinë, nuk keni të drejtë ushtroni ankesë në shkallën e dytë, sa i përket gjendjes faktike. Priznate krivicu, nemate pravo da uložite žalbu u drugom stepenom sudu zbog činjeničnog stanja, pogrešnog činjeničnog stanja. Por ankesë mund të ushtroni vetëm nëse nuk pajtoheni me llojin apo lartësinë e dënimit. Ali možete uložiti žalbu samo što se tiče, ako ne slažete sa vrstom i visinom kazne. Se pranimi i pajisisë është rrethon lehtësuese sipas kodit penal të Republikës së Kosovës. Priznavanje krivice je olakšavajuća okolnost po zakonu Republike Kosovo. E gjykata me rastin e marrjes së dënimit mund të vendosë deri në apo nën minimumin që ka paraqar ligji. A sud prilikom odmeljivanja kazne može da se odluči do ili ispod minimuma kazne koje je predviđeno zakonom. Atëherë ftohet i pandijuri Slavko Simić që të deklarohet lidhur me pajisinë apo pa pajisinë e tij. Okrivljenog Slavko Simić da se izjasni u vezi krivice. A e pranoni pajisinë për veprën penale për të cilën akuzoheni? Sa kojim se teretite ili ne? Uvažena gospođo sudija, apsolutno nisam kriv. Nderuar gjyqtare, absolutisht nuk jam fajtor. I pandijuri deklaron se nuk e pranoi pajisinë për veprën penale për të cilën akuzohen, mundesh morë. Možete da sednete, znači okrivljeni nije priznao krivicu za... Ftohet i pandijuri Urosh Vukashinović që të deklarohet në lidhur me pajisinë apo pa pajisinë e tij për veprat penale për të cilat Pozivamo isto, akuzohet. znači drugog okrivljenog da se izjasni u vezi krivice, da li prizna krivicu ili ne. Gospođo sudija, ne priznajem krivicu zato što sam nevin čovjek. Nderuar gjyqtare, nuk e pranoj pajisinë sepse jam i pafajshëm. I pandijuri Urosh Vukashinović deklaron se nuk e pranon pajisinë për veprat penale për të cilën akuzohet. I okrivljeni izjavljuje da ne priznaje krivicu za krivično djelo za kojim se tereti. Atëherë me qenë se të pandijurit si më lart, Zato što gore navedeni okrivljeni nuk e kanë pranuar pajisinë, nisu priznali krivicu, gjykata i njofton se kanë të drejtë që brenda afatit për 30 ditësh, obaveštava da imaju pravo u roku od 30 dana, në përputhje me linjën 240 paragrafi 7 e lidhur me linjën 243 e 244 të kodit të procedurës penale, a i skladu sa članom 240 stav 7 i u vezi člana 243 i 244 ZKP-a, para shqyrtimit të dytë të paraqesit kundërshtimet. Pred drugog pretresa da podneti prigovore, Kundër provave të cekura në akt akuz, apo kërkesat për hutjen e akt akuzit. navedeni u optužnicu ili zahtev za odbacivanje optužnice. Kundërshtimet mund t'i paraqesin brenda afatit të lartësekur prej 30 ditësh. Znači, prigovore mogu podneti u roku od 30 dana, Kundërshtimet duhet t'i paraqitni me shkrim në këtë gjykatë, pismenom formom u ovom sudu si dhe në kopje të mjaftueshme për gjykatën dhe palët. i u dovoljnom primjerka, kopja za stranke. Nëse palët paraqesin kundërshtime, atëherë për të njëjtë ato të vendoset jashtë seance. Ako stranke podneti prigovor, sud će da odluči u vezi s ovim, van Si sednice. dhe do të njoftoheni me vendimin e gjykatës. Obavešteni sa rješenjem suda. Gjykata e obligon prokurorin që brenda afatit për 3 ditësh Sud, obavezuje tužilaštvo da u roku od 3 dana t'i pajis mbrojtësit e përpandijurve me provat e cekura me lartë, si raporti i policit, okrivljenima sa ovim, në dokazima. gjatë Abdyli, Izveštaj policajica Nedžata Abdylja. a ja të qëtojnë, ti të kam.
16/6/2023. Dana 16/6/23. Raporti shpejt i IPK situatës 16/6/2023. Izveštaj, znači od dana 16/6/23. Raporti policisë Samir Gjara i datës 15/6/2023. Izveštaj policajca Samir Gjara od dana 15/6/23 godine. Emailat e policit Isak Përquku, E-mailovi policajca Isak Përquku, si dhe raportin e prokurorës së mëparshme mbi qasjet dhe të dhënat publike. i izveštaj prethodne tužiteljke, znači o pristupu javnosti na optužnicu. Pra, prokuroria është obliguar që me këto shkresa që ka isë avokatët nga Znači, nga 3 tužilaštvo treba da dostavi ove spise se këto janë shkresa dhe nuk janë. advokatima u roku od 3 dana. Atëherë, kjo seancë e shqyrtimit fillestar përfundon në ora 14:37. Početni pretres završava u 14:37. Proces verbal e shkaktit tani shkruani këtë gjë. Potpišete zapisnik.